dalin prej neve, ata janë në NATO, ndërsa NATO është në Kosovë për të garantuar siguri. Ana tjetër, mos njohja nga 4 shtete, ky fare nuk kishte me qenë problem nëse është interesi strategjik i NATO-s që me pas Kosovën mrena vetës, dhe unë besoj që është interesi strategjik i NATO-s për me qenë Kosova në NATO. Prandaj ndrën statusi. Pse është interes strategjik i NATO-s me nashti neve me çdo kusht. Pse me çdo kusht? Ideja, Nëse duhen ata me çdo kusht mundën me nashti. Ideja me çdo kusht i bjen sikur ata. Ideja gjeopolitike dhe siguria në Ballkan duhet me qenë gjitha vendet e Ballkanit brenda NATO. Kjo është aspekt strategjik i tyre, jo aspekt do të thotë për interes afatgjat. NATO nuk mundet me nejt vetëm me tenka këtu, por po e pregadit një ushtrit Kosovës, e cila duhet me qenë gati për një periudhë jo shumë edhe të lartë për të qenë pjesë e NATO-s, dhe NATO e ka në dorën e vetë në politikat e veta me bë për shpejtim të procedurave për antarësinë të Kosovës në NATO. Por nuk e bën pa i kry disa probleme diplomatike dhe disa probleme të brendshme që janë, ose në negociata që ka Kosova me Serbinë. Pra, ka me dhënë disa misione me mesazhe diplomatike që ti kemi kry disa detyra dhe pastaj të hapet rruga në NATO. Të njoft Albin Kurtin që e ka vështirë pra me komuniku dhe me dërgu mesazhe deri në fund, mesazhe diplomatike, unë e shoh shumë atlet Kosovën në NATO, edhe me Ramushin dhe me secilin tjetër, ma shumë se sa me Albinin. Jo për diçka tjetër për shkak mos mbështetjes, por është gati me negociu qysh e ka bë pra ushtrin, është një dëshmi që e ka dhënë ai, dhe ana tjetër Kosova patjetër që duhet me pas synim dhe aspirim në fat sa më shpejt mundshëm. Nëse momentumi pra që na ka dhënë lufta mes Ukrainës dhe Rusisë, nëse nuk shfrytëzohet nga Kosova, atëherë konsideroj që do të jetë shumë problem i madh për Kosovën për t'i përshpejtuar këtu hapa. Problemet nga niveli as procedural, as kur gjë tjetër nuk e ka që me pas secili antari NATO-s me njoft pavarësinë e Kosovës. Pra, aja bëhet përmes votave dhe jo, përmes votes. Moment. Okej, po e ratifiko, po nuk është patjetër. Po a nënshkruaj me SOA, a bën me SOA, pra e njëjta. Me SOA atë njëjta procedurë. Po nuk është po ta tregoj si model që çu po me SOA është marrëveshje veç mes shteteve. Edhe NATO është marrëveshje. Po jo,